shtëpi, etj. Sot duket qartë që më mirë para të rinë në beton dhe tulla, se sa të rinë në për magazina ku mund myket paraja. Dhe ajo që do prodhoj është që çift arsimtarësh, çift profesionistësh, çift ekspertësh do rrojnë me qera në shtëpitë e narkotrafikantëve. Por do dalim fakt edhe tek pjesa e kuvendit. Legjislatura e re nisi aty ku mbaroi legjislatura e kaluar. Opozita nuk merret në konsiderat për asnjë propozim. Ka patur debate të shumta, akuza të shumta këto ditë të para. U miratua programi dhe qeveria për 5 minuta. Keni një diell në parlament. Si do jetë marrëdhënia juaj me parlamentin në këtë legjislaturë? E opozitës, jo të personale. Do jetë një ezaurim maksimal i asaj hapësire që na kanë ngelur për të bërë luftën tonë, opozitarizmin tonë dhe mbi të gjitha për të bërë rritjen e ndërgjegjes qytetare që ne jemi në një regjim dhe duhet të fillojmë të ngrihemi dhe të luftojmë. Kjo është, për këtë po shkojmë. Ne dimë që jetë parlamentare nuk ka. Komisione e timore i kërkon nuk të jep, interpelancë me kryeministrin e kërkon nuk të vjen. Reguloren e kalon dhe në shkelje kushtetute pa e diskutuar 7 ditë, si që cakton kushtetuta. Lere pasaj 3 dita e konsensusit, se s'ka më konsensus. Fjalimet e kryeministrit nuk duhen ndaluar, i ndalon një djell që por thojnë që është shkelje rregullore, por thojnë kjo nuk është shkelje rregullore, se është virtuale, që është shkelje kushtetuese, sepse dekretohet si ministre. Etj. Pra, në shkelje rregullore nuk përjashtojnë 2-3 deputet që mund të kenë bërë atë akt për mua shumë të dur në atë moment, që të vazhdoj seanca normale për detyrë ndaj qytetarëve shqiptar, por mbyllet nga vetë kryeministri dhe jo kryetari i parlamentit. Pra, parlament nuk ka më. Mua më bëhet shumë qefi që nga seanca në seancë, kjo mask e parlamentarizmit do çirret, se akuzoheshim ne që jemi problematikë. Kemi 4 vjet që e shohim. Do shohim edhe 4 vjet tjera. Jo, nuk mendoj se do shohim edhe 4 vjet të tjera, por do shohim nga seanca në seancë që parlamenti nuk ekziston më. Pra për këtë qytetarët duhet të jenë të sigurt. Sepse problemi ishte tek opozita që 28 deputet nga krimi në parlament. Pra 28 deputet të cilët janë mbështetur nga krimi organizuar nga kartelet e drogës, janë denoncimet e opozitës, denoncimet tuaja. Sot i keni kolegë. Unë nuk e kam kolegë. Në një vend qëndroni deputet, mandat deputeti ata, mandat deputeti jo. Jo, s'pak. Unë jam i detyruar të betohem të shkoj atje për të përfaqësuar ata qytetarë që me votat të cunguara dhe të munguara të Partisë Demokratike duhet i përfaqësojmë. Po asnjë nga ata s'kam kolegë dhe për asnjë s'kam respekt. Për asnjë. Pse? Kur një parlament nuk kupton fuqinë e saj që mund të rrëzojë një individ, por një individ i vën në rresh gjithë parlamentin, unë kur nuk mund të kem respekt për ata kolegë. Nuk janë kolegë. Kolegë janë ata deputet opozitës që do luftojnë dhe do kenë karakterin e tyre për të bërë dhe originalitetin e luftës së tyre në mënyrën se si e mendojnë ata dhe idealiste. Pra, kur unë shoh aty, ata çohen duart trokasin, flasin vetëm 3 veta, nga 83 veta flasin vetëm 3 veta. Niko Peleshi, Taulan Balla, Blendi Klosi. 80 veta të tjerë nuk ekzistojnë. E kanë madje me bezdi të rinë dhe në parlament. Nëse ne smërshim fjalën për procedurë, për proces verbalin, të shkelim dhe rregulloren, flisim dhe për gjëra të tjera që nuk ishin lidhje me proces verbalin, ajo seancë e fundit mbyllet prapë për 5 minuta. Pra duket që ju ka vdekur nervi dhe durimi dhe atë parlament e kanë komplet fasad. Dhe jam shumë i lumtur që e pandë ndërkombëtarët që ishin në lozh. E qartë, do t'ju pyes edhe diçka fundit, pasi në Tiranë dhe në disa bashki tjera pritet që të ketë zgjedhje parakoshme. Mediat e majta po spekulojnë, po deklarojnë, po dalin më të madhe Partia Demokratike nuk ka kandidat, po i frikson Gerda Manasirliu. Si qëndron e vërtet tash? Mashtrim total. Nëse Partia Demokratike do dilte me një emër sot, Partia Demokratike ka 6-7 emra, po bën sondazhet e saj mbi të gjitha me spektrin e të gjithë opozitës. Pra, dhe jashtë aleancës së saj të 11 majit. Edhe Partia Demokratike ka një mandat deputeti në kuvend? Të gjithë. Të gjithë. Të gjithë ata që do vënë interesin e qytetarëve të Tiranës mbi inatet personale, taktikat personale, orekse personale që të tjerë. Këto zgjedhje nuk janë me tregu forcë. Këto zgjedhje janë me tregu forcën e Tiranës, me mund. Sepse kemi Edi Ramën përballë. Kur sapo kurorëzua kemi Edi Ramën përballë. Patjetër. Sepse që kur ka marrë mandatin e 4, ka dalë ajo sedacion, narkoz që ju bë elektoralikisht me presione me çdo gjë atij elektorati që ai kontrollon me vot, doli. Pas 11 majt, është një tjetër Edi Ramë se para 11 majt. Pra, është një Edi Ramë arrogant, është një Edi Ramë që ka shkelur pushtetin lokal, është kryebashkiaku i 55 bashkive të Shqipërisë, është krye drejtuesi komunal, si thush, i klerave, i shezlonave, i karrigave.